Në periferi të qytetit të Vlorës, mungesa e transportit urban vijon të mbetet një problem i pasgjidhur prej vitesh. Një nga zonat më të prekura është ajo e Pyores, ku autobusi i linjës urbane ndalon tek zona e Ish-Sodës kaustike dhe nuk vazhdon më tej në drejtim të Nartës dhe Zvërnecit. Banorët e zonës tregojnë se çdo ditë janë të detyruar të përshkojnë qindra metra në këmbë për të arritur deri në stacionin më të afërt të urbanit. E sipas tyre, mungesa e këtij shërbimi u vështirëson ndjeshëm lëvizjen, pasi shumë prej tyre nuk disponojnë automjete private dhe detyrohen të ecin, të përdorin biçikletën ose të paguajnë taksi për të shkuar në punë, shkollë apo për të kryer shërbimet përditshme. Ja, ajo, tërorlot atje. A duhet të ketë edhe përkohësi, ju jeni banor i zonës? Jo. Unë kam nuar tu. Jam punë në skafe, nuk jem tu. Po, aty kam skafe dhe dikje deri aty janë autobusat. Jo, vetëm ato që janë dhe turista. Vend deri në atë Zvërnec. Shumë mirë mëjë se i rëgjith Vlora e pjeri këte vinë. Ose plus ka e familje të. Dere ati poshtë. Shërizve është edhe mosdoshme më shumë për banorë. Po, banorë të bëjmë plash që na kjo për të referat deri. Për Zvërnec, po thujse, të gjithë do të verë, ja u për shumë nga pensionistë. Vetë bëjmë plash e ati jo. Rëra e pasër, deti pasër, jo me urat e zezan dhe. Prandaj që mirë është. Mi pështet, ja, plash është shumë për 2 orë se ka datë, pa të shpidës. Mazit e po rap edhe prapë, se këtu jam në shpidë. Është për mirë, një da busikur, njerë në një orë tjetë. Edhe mazit e pësaj, duhet të kemë shumë se janë ardhje. Nuk ka, ja, vetë ma tjetë. Poshtë. Ja, ishtë për zonën të më rrësë, është për banorët. Për njëzit që janë alëgjim, shumë. Janë gjithë Vlora, pëse të rinë Lugë Maret, njëshën. Rëra është e pasër, si mos neve që mi moshe madhe, e për reumatizmë, shumë gjera tjera. Që është shumë më mirë që të qojnë, që unë njërë në një orë tash, kaq, asë më tepër, se di që do bëj klasjeni filanor, ka do vëzë, do jipi, do shkoj shpje dhe kënaqja. Do ngrish goxha niveli i turistëve, por problemi është se s'ka bashki. Ose më saktë nuk punon bashkia. Për këta është shumë problem. Qofse turisti ka për qef, këta kanë domosdoshme. Shumë e populluar, sezoni baharit njëherë është domosdoshme. Qoftë për banorët, qoftë për banorët për herë, po më shumë për turistat. Besoj se do të fshojësh fluksi. Frekuentohet shumë, po e kanë zgjidhur në mënyrë kështu si po e zgjidhun, disa me makina, disa me biçikleta. Ja do ta shikoni vetëm me lëvizje, kështu ka plot. Po ajo do shtonë goxha. Po këtu ka qëndrën si përfundim. Më thënë, kjo është e fundit, se jemi me plazhin e vjetë. A e ditur kohën se në ashti ashtu është trafiku. Kemi qatë bëjmë. Po qatë bëjmë. Është e vështirë që më të stacionit. është e vështirë, po s'kemi qatë bëjmë. Këto janë kushtet. Kështu ka qenë gjithmonë. Këtu është i fundi. Në kam këtu. Si janë vështirë? Kush ka? Në sjell. Në ashti me këto vaprat kështu, apo kur është dimër me baltën. Mi banor, megjithatë, linja urbane nuk përshkon këtë segment dhe nuk vazhdon as në brendësi të pyllit të Sodës, rrugë që të çon drejt Nartës dhe Zvërnecit. Banorët kërkojnë nga institucionet përgjegjëse zgjatjen e itinerarit të autobusit dhe vendosjen e stacioneve të pritjes në mënyrë që të kenë akses të barabartë në transportin publik.